Një 32 vjeçar është arrestuar nga policia pasi dyshohet se ka qelluar me armë zjarri në drejtim të automjetit të një 24 vjeçari në lagjen 1 Maj të Kuçovës. Në pranga ka rënë edhe një 49 vjeçar, i dyshuar për përkrahjen e autorit të ngjarjes dhe veprime që kanë penguar zbardhjen e plotë të saj. Ngjarja është shënuar rreth orës 15:40. Policia ka njoftuar nga 24 vjeçari Senad Roshniku, i cili ka deklaruar se në drejtim të automjetit të tij, i cili ndodhej i parkuar, ishte qelluar me armë zjarri. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e komisariatit të policisë Kuçovë kanë nisur veprimet hetimore për identifikimin dhe kapjen e personave të dyshuar. Në operacion janë angazhuar dhe prokuroria e Beratit dhe forcat e posaçme operacionale të drejtorisë vendore të policisë Tiranë. Pas veprimeve intensive dhe punës së koordinuar, në Tiranë është bërë mundur lokalizimi dhe kapja e 32 vjeçarit AQ alias AG dhe 49 vjeçarit me iniciale AG të dy banues në Korçë. Gjatë kontrollit të banesës së 49 vjeçarit në ambientet e terracës, efektivet e policisë kanë gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri dhe disa fishek. Sipas policisë, arma dhe municioni dyshohet se kanë lidhje me ngjarjen e ndodhur në lagjen 1 Maj. Policia vijon hetimet për të dokumentuar plotësisht rrethanat e ngjarjes, motivin e konfliktit dhe përgjegjësitë e mundshme të personave të përfshirë. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat, e cila do të vijojë procedurat e mëtejshme ligjore. Nga të dhënat paraprake nuk raportohet një person i plagosur nga të shtënat. Hetuesit po punojnë për zbardhjen e plotë të dinamikës së ngjarjes dhe për përcaktimin e rrethanave në të cilat është përdorur arma e zjarrit.